A imagjinojmë ne që një ditë duke shku për vikend në Shqipëri, në Durrës, në Shëngjin, në Tiranë, ku do qoftë, polici kufitar i Shqipërisë me ta kërku pasaportën. Pra dhe me mrina në një pikë, kur pika kufitare, që momentalisht nuk ekziston thujse me Shqipërinë, për shkak se ata janë antarë të Bashkimit Evropian, duhet me u vendos pika kufitare dhe secili me pas dokumentin valid. Pra, fati jonë i mirë që kem liberalizim e mund tysh pa vizë, por që kjo një gjë e tillë mund ndodhë. Dhe pse mund ndodhë një gjë e tillë? Pse ne me pas këtë fat? Pse jo ne me o antarësu së bashku me Shqipërinë dhe me Malin e Zi, me jetës para Serbisë. Jo të gjitha këto janë për fajin tonë. Se natyrisht Kosova nuk e njohin 5 vende të Bashkimit Evropian. Kosova ma vonë është bërë shtet. Ka problemet me Serbinë, Serbia nuk na njen njëve si shtet. Por ne ja kemi mujt me bo hapa shumë për para, që me pas aleanca me na i letësu rrugën. Dhe jo tash ne me qenë në sanksione. Nërkohë që Evropa kishtë zbrit në Tiranë, bashkë me NATO-n, Kosova është nën sanksione. Dhe presidentja Vjosa Osmani foli për 900 milion humbje, nga të cilat kosovarët dhe shteti jonë janë të privuar me pas qasin në këtë fond, këtë buxhet. Pra, ekonomikisht është shumë dëm i madh, politikisht jashtëzakonisht shumë. Dhe si ta interpretojmë një gjë të tillë? Kur këtu ka patriot që thonë Albini po e lufton Serbinë, por jemi të izoluar. Është BE-ja me Serbinë, apo ne nuk jemi bashkë me BE-n? Tash, dhe më thonë për që ka pas... Shumë çështje u shtrova të po, kjo është pyetja kryesore, dhe më thonë për që ka pas politikat të BE-s, ka shi rajonin përgjithësi, se kanë qenë absolutisht pa drejta. Diskriminuese. Kjo është e vërtetë, diskriminuese kanë qenë shpërfillse ndaj integrimeve, dhe më thonë nuk e kam pas këtë, kam pas simpati për një shtet caktuar për çfarë do arsye edhe kur ai... Po për Shqipërinë ka pas çaste të tillë. Edhe për Shqipërinë natyrisht, edhe për Shqipërinë. Po kjo simpatia më shumë ka qenë orientuar ka shi, s'pe e quaj simpati, ka shi serbizëm. Më shumë ka qenë një farë mënyre sikur e kanë pas Serbinë si vend jashtëzakonisht të rëndësishëm për shkak potencialit vet, për shkak të mallësisë ekonomisë kështu me radhë, dhe një farë mënyre rajoni ka qenë i vrojtuar nga perspektiva e përparimit të Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Por sa më shpejt që shkon Serbia, këtë vende të tjera të rajonit e ka më shpejt. Fatmirësisht po duket që e kanë ndryshuar këtë çështje dhe mendoj që kjo është pozitive. Sepse kjo ka qenë lexim i gabuar. Pra kanë menduar që nëse e bëjmë Serbinë mas pari vend Bashkimit Evropian, atëherë këto vende të tjera automatikisht fillojnë edhe parafrohen sepse nuk e kanë më pengesën Serbi. Por kjo doli të jetë e gabuar me që kanë vendosur si të një fuqi të jashtëzakonshme politike në dorë të Beogradit të fuqishit, i cili pastaj ka keq përdorur këto për me e rujt veten në pushtet. Dhe tash, e kemi situatë tjetër ku BE-ja së paku sinjal që po i dërgon është që cili do prej vendeve që i plotëso kushtet vjen te na. Pra në farë mënyrë është kthy diskutimi që megjithatë varet prej teje. Jo krejt prej teje, po varet prej teje shumë. Dhe këtë drejtim unë mendoj që na duhet me shiku pozicionin ton politik si Kosovë. Kjo që varet prej teje po se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë qenë në njëjtën rrugë, njëjtën trase të integrimit. Absolutisht. Maqedonia ka mbetur përpara. Absolutisht. Dhe pse ka mbetur përpara? Për shkak se në pushtet erdhi një qeveri që është e orientuar dhe ka lidhje me lindjen, me Rusinë, me Serbinë, dhe kemi një grup, një partish shqiptare, të cilat sot janë nënshtruar kësaj fryme anti-perëndimore e cila mbizotron fatkeqësisht në Maqedoninë e Veriut, janë kthy nacionalizmit, janë kthy aleancave të fuqishme me Serbinë edhe me Rusinë. Ne nuk kemi aleancë me Rusinë. Domethënë kushdo që është në pushtet këtu nuk lidhet me Rusinë. Por megjithatë, po ka lider të cilët nuk po lidhen as me perëndimin. Do të mos harrojmë, është një fatkeqësi e madhe pashtu që kryeministri jonë ka ndihmuar krijimin e qeverisë në Maqedoni. Po, ja po se po. Edhe sot për shembull marrëdhëniet e vetme që mund të quhen si marrëdhënie i kemi me qeverinë e Maqedonisë së Veriut. S'ka problem me Maqedoninë, ka problem me Mickoski.
Edhe këtë drejtim, domethënë mendoj që kjo është ajo që na i shkon desh me Janis edhe me e pyet veten si politik. Nuk është qëre, nuk e kam këto, s'po them për shembull, nuk jam prej atyre. Kjo është tepër vije holl e cila në fakt po tregoj ka për orientimin tonë, po? Po tash Orientimin e qeverisë. Po tash është kjo padashje, është çështje e rrethonave, është e mirë menduar, është e pa menduar, nuk e di, po kjo është e dëmshme mendoj. Nuk është e dëmshme, prapë po them, nuk është e dëmshme pse kemi marrëdhënie të mira me Maqedoninë e Veriut, duhet me pas. Se kemi shtet fshin. Është e dëmshme se s'kemi marrëdhënie të mira me kërkon tjetër. Çto problemi? Problemi është që na kemi menduar ose më mirë thënë kryeministri Kurti dhe lëvizja vendosi ka menduar që duke u sjell ndryshe prej asaj siç është sjell Kosova, pra duke mos qenë konstruktiv, duke kërstuar me tensionim, duke bë probleme në farë mënyre, sipas atij postulatit të vjetër popullor që fëmia që ka ushqehet, na kemi përfituar. Hajde që e provuam, e hoqëm për sistemit. E provuam, a përfituam jo, mendoj që do të më ndru. Që ta po them, taktika nuk mundet me qenë më e rëndësishme se strategjia. Strategjia është e rëndësishme. Ti e ki synim me shku pej Prishtinë në pej. Tash, a i bje knej ka Skenderoj, a i bje ka rruga për pej, a i bje në rrugë tjetër, ato të ke fundit dhe zgjedhë që është konvenon. Po do me pa natyri, e për gut, kejtë to janë të rëndësishme. Pompej me mri, po. Pompej me mri. E na kena thonë, ma e rëndësishme është me diskutua për bim kneja, kneja kena rrugë për shkojnë. E tash as pedim ku jem të shku. E tash me thonë ma mira me ratë majtë, po atë majtë atë jatër valë për ku bëtë me shku. Në që drejtimën e shoh politikën e jashtë në Kosovës, komplet të qërientuar. Po politikën, po. Komplet të qërientuar. Sepse as nuk i kena ditë më ku për shkojnë, as nuk i kena ditë ka në kena shok. I kena sulmuve be aleat tonë matë majtë. Na kushamë sekretarin e shtetit kena qujtë na evë. Albin Kurti. Albin Kurti, për na, Kosova. Sa e përbjen Kosova, ta shore. Qëre, qashtu janë ka na shojnë. Po. Se na mujna me thonë, jo veç ky, jo veç ky. Jo tash po na shojnë njëjtë. Që ky është i juj. Sepse fryma që është ndërtu anti-perëndimore është e tmerrshme. E që kjo nuk kam na qumë. Se një deklarate e Blinkenit ta zëm, apo një diplomati amerikan, ti ki 500 komente poshtë të shqiptarëve nga më të ndryshmet. Fyse, linquese, të tmerrshme. Dhe ata natyrisht i lexojnë këto. Dhe nëpërmjet tyre unë besoj lexojnë frymen tonë si popull. Dhe kemi mri pra po kthehemi te Albulena Haxhiu. Pra Kosova sot është me përshkruar me një fjalë, çaq e izoluar sa mundet të personifikohet me një figurë që është Albulena Haxhiu. Sepse ata nuk po e dojnë parti tjera. Dhe për këtë arsye kuvendi nuk po themelohet, nuk po bëhet qeveria, për shkak të një individi që e kanë zgjedhur këta Albulena Haxhiun. Kish kalu. Po. Dhe Kosova, për shkak të një individi politik që është Albin Kurti, po më duket ka met njëjtë sikur kuvendi i Kosovës që është tash. Edhe kemi kështu, domethënë tash është ka ndërtohet me sa po e shohën domethënë nga reagimet publike. Natyrisht pasi nuk janë shpërfaqe sentimentit popullor në përgjithësi. Megjithatë individ, po është ka ndërtohet në fryme e zidis. Për shembull, njeriu kur fillon mos me pas sukses për vete, fillon me fajsu këtë botën. Ai po, është shumë interesant, edhe rrafshin individual. Edhe për shembull, sjellja që kemi pasur, se reagimet që kemi pasur na Kashi Samitin në Tiranë, të zëm, ka qenë reagim zidije. Kur gjë nuk ka ndodhur në Tiranë kundër Kosovës. Absolutisht jo. Ka qenë e ftuar me president, jo, ka marrë pjesë aty. Meq ajo është në pas, domethënë s'ka mujt me thirr kryeministrin se është në detyrë. Deputet është, pra s'është kryeministri, po. Dhe Samiti ka shku që ka shku, ka qenë i planifikuar shumë gjatë. Fakti që për shembull aty ka dalë mirë Shqipëria dhe Edi Rama, neve na pengon. Pse na pengon kjo? Unë mendoj që pikërisht na pengon sepse që kjo është përfaq që nas po kemi sukses. Domethënë na kemi filluar me e kuptuar që në fakt Kosova nuk është duke pas sukses në asgjë. Dhe tash na pengon suksesi secili.